Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje. Personi juaj zemrës, çfarë dyshimesh ka për ju në këtë histori? Pra, çfarë dyshon ai tek ju në këtë histori? Keni një lidhje të komplikuar, me ulje ngritje, dhe personi juaj zemrës dyshon për ju. Pra, çfarë dyshimet? Pse dyshon ai tek ju? Çfarë dyshimesh ka? Ky person për ju. Ky person është një person shumë intelekt, shumë ka intuit, është inteligjent, është i urtë, i qetë, është paqësor, human, dyshon tek ju sepse ju mund të largoheni prej tij. Dhe të marri një lajm të papritur, të befasishëm për ato dyshime që ai ka. Ka dyshime tek ju sepse ju mund të largoheni për ato faje që ai ka bërë, për gabimet që ai ka bërë. Pra, për prishjen e ekuilibrit që ju keni pasur midis njëri tjetrit. Lufton fort që këtë histori mos ta humbas. Është i fokusuar tek pjesa e punës dhe do që kulla juaj të jetë e mbushur në këtë qiell të pastër me bollok, me moneda. Është një person shumë magjik, që i ka të gjitha brenda, karakterin, dashurinë, është shumë pozitiv dhe do të ndihmoj njerëzit që kanë nevojë. Është i jetuar nga njerëz jo fort të mirë, ka forcë dhe fuqi, por thot, pjesën e dyshimit e ka tek ju për fajet dhe gabimet që ai ka bërë. Prandaj dyshon tek ju, që mos largoheni nga ai për të krijuar diçka tuaj të vetëm. Ai shumë shpejt vjen drejt jush për t'i sheshuar këto dyshime që ai ka dhe për t'ju sjellë të lajm të mirë. Dhe dhjeta e kupave më tregon që ju të dy do të jeni bashk, do t'i zgjidhni këto dyshime dhe probleme dhe do të jeni falënderues dhe mirënjohës të universit për këto radhë të mrekullueshëm dhe këtë ylber kupash që ju sjell në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo histori? Me kë gërmë? Me gërmën ë, zh, me gërmën u, r, f, n, v, me gërmën e, me gërmën k, j, me gërmën b, q, n, m, t, l dhe gërmën a. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me ligjëreshën, me peshoren, me ujorin, me luanin, me dashin, akrepin dhe britjapin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një